Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë tepër të mirëqeshme bakllavë. Fillojmë. Dhe për këtë recetë na nevojiten peta të blejme ose të gatshme, 500 gram. Këto janë petat që unë i kam këto, janë tepër të mira, edhe vazhdojmë me recetën. Mas pari petat po i ndajmë për gjysë. Pastaj krejt i bojna bashk dhe fillojmë me përgatitë recetën. Marrim një petë. Edhe marrim gjalp që kena shkri ose margarin, shtojmë 50 ml vaj. 300 gram margarin, 50 ml vaj i bojmë bashk. Edhe spërkatim mirë në të gjitha anët pra petën e parë, e mandej vazhdojmë edhe e lymë mirë petën me anë të brushës, kështu. Pasi ta lymë petën e parë, e marrim të dytën edhe e vendosim mbi të parën, duke i bërë bashk. Sërisht do ta spërkas edhe me pak yndyrë, por jo edhe shumë, edhe tash e kthejmë petën edhe një herë në këtë formë. Kështu do t'ja japim formën baklavës. Baklavën e mbushim me arra, mund të shtoni arra sa të doni. Pra krejt sipas dëshirës suaj, sa më shumë arra më e mirë. Edhe vazhdojmë edhe tash i japim formë baklavës duke e rrudh kështu me dorë. Është një procedurë tepër e lehtë e shpejtë për me përgatitë pra baklavë të shpejtë, por që do ju shijoj shumë. Lakojmë kështu anët ose skajet e baklavës edhe ja. Baklava e merr formën kështu, siç po e vreni ju. Pastaj tepsien do ta lyejmë me margarin edhe i vendosim të gjitha pjesët e baklavës afër njëra tjetrës. Kështu vazhdojmë derisa të përfundojmë me krejt petat që i kemi këto, ose derisa të mbushet tepsia. Në të njëjtën mënyrë, pra po ju demonstroj edhe një herë se si e përgatis apo si japim formë baklavës, pra mënyra e njëjtë, po e shikoni. Dhe pasi ta lyjmë e kthejmë edhe një herë, kjo e merr formën katrore, shtojmë arra, mund të shtoni fëstëk, mbushjen pra gjithmonë sipas dëshirës e bëni, edhe tash i japim formë kështu duke e rrudhosur petën e baklavës edhe i japim formë shumë të mirë. Mandej skajet veç i lakojmë, pra deri te gjysma, edhe pjesën tjetër, edhe e kena gati. Mandej drejt edhe në tepsi. Po vazhdojmë edhe baklavën po e lyejmë bë me gjalpin apo margarinin që na ka mbetur, edhe e lini nga pak sepse ne i kemi lirë edhe petat pra në mes e pat. Vetëm kështu edhe furrën e shpëretit do ta nxjerrni në temperaturë 160 gradë. Pasi furra të nxehet mirë, vazhdojmë edhe baklavën e pjekim në temperaturë 160 gradë për 30 deri në 35 minuta, duke e kontrolluar pra vazhdimisht. Shumë shpejt baklavën keni me e pas gatit. Po shikoni që pasi të skuqet mbe mirë, kjo do me thonë që baklava është pjek edhe do ta largojmë. Derisa baklava të ftohet, po vazhdojmë një herë me përgatit shërbetin e baklavës. Në tenxhere do të shtojmë pra sheqerin 4 gota me sheqer, ose gotat që po i shikoni janë nga 200 ml. Vazhdojmë shtojmë ujin, 5 gota me ujë, pra gotat e njëjta po i përdorim për me përgatit shërbetin. Mandej do të shtoj një lugë të çajit me sheqer vanilje për t'i dhënë pak aromë baklavës, pra vetëm pak sheqer vanilje, edhe një petë limoni. Shërbetin do ta la me vlu për 25 minuta dhe gjithmonë do ta llogarisni minutazhin nga pika e vlimit. Pra kur fillon me vlu kështu, pra shërbetin keni me vlu për 25 minuta, por ngadal, siç po e shikoni në temperaturë mesatare. Pasi që shërbeti është gati, e kemi largu,
Tash po i shtoj pak ujë të ftohtë, dikon 50 ml. Vazhdoj me përzim. Edhe shërbetin e la kështu që të ftohet pak për 10 minuta. E mandej vazhdojmë edhe shtojmë tek baklava. Pra, edhe baklava është ftohur, mjaftueshëm derisa u zi shërbeti, por edhe shërbeti është pra i ftohtë pak, për 10 minuta e lash të ftohet, edhe po vazhdojmë edhe po e shtojmë tek baklava. Shërbetin baklavës nuk doja hedh të tërin, sepse më duke që është pak si shumë, pra do ta shvreni ju për këtë tepsi, pra unë do ta la pak shërbet. Edhe kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot. Baklavën do ta leni që të ftohet së pari për pak minuta në temperaturë dhume, e mandej do ta mbuloni me nylon foli edhe e leni në frigorifer që të ftohet rësisht. Pastaj e keni gati sapo ta thith shërbetin. Kjo ishte edhe receta e baklavës, një recetë e shpejtë, e lehtë, me përgatit, por që edhe shijon shumë. Mirëmbëjtje. Deri në recetën tjetër të radhës, tash veç mund ta shikoni si është baklava, mbi mund t'i shtoni pak arra ose fëstëk sipas dëshirës.